Tregjet e komunës së Gjakovës sot ishin të mbushura përplot me qytetarë, të cilët dolën për të blerë mallra ushqimore. Temë e rëndësishme e kësaj dite janë çmimet të cilat i ofrojnë tregtarët. Sipas qytetarëve, çmimet janë stabile. Po, real janë çmimet. Mirë, nuk janë keq. Tregi është mirë i furnizuar. Por tregtarët tregohen të sinqert, ata pranojnë se perimet të cilat ata i shesin kanë akoma çmimet e larta, dhe për këtë ekzistojnë arsye të shumta. Kryesisht domotja, specat, trongujt, po janë çmimet shumë të larta, dogona shumë shtrejt, molli vjen për Turqie, diçka për Shqipëri, diçka që kon moti i legë në përsëri ka pas pak prodhim me kon edhe më thon çmimi shumë i shtrejt. Pritet tash të nëse nxehet koha, moroj çmimet, shitja më e mirë, më e madhe, çmimi më i arsyeshëm për konsumator. Kështu si tash po presim diçka më mirë. Po ankohen se 1 kg domote 1 euro gjys, 1 kg tronguri më të mirë 1 euro gjys, më dopt ka 1,20. Domethënë ankohen se 3-4 tronguri 1 euro gjys shtrejt. Kosovës momentalisht kur çdo s'ka. Spanok ku ne ke për ai ka filluar çka pak, të tjerë janë krejt kryesisht për Turqie edhe ka pak për Shqipëri. Po ashtu shitësit e fidaneve me rregullimin e kohës shpresojnë të rritet kërkesa, me që ky vit siç duket dukshëm është më i dobët për ta. Çmimet janë shumë lirë si jetë. Si jetë ka punë shumë pak. Vitet tjerë ka pas më mirë, si jetë shumë dept. Dita hënë në qytetin e Gjakovës quhet edhe dita e pazarit, dhe natyrisht në një ditë të tillë vret një gjallëri më e madhe në qytetin tonë.